Sikur të mos mjaftonte masivi shkëmbor në zonën e Shpellës, një tjetër rrezik është evident. Bëhet fjalë për këtë mur që po ndiqni në ekran. Një pjesë e murit është të shembur dhe tjetri është në rrezik shembje, por në këtë segment rrugor çdo ditë kalojnë automjete, çka e bën edhe më të rrezikshme dhe serioze situatën. Nga momenti në moment ky mur mund të shkëputet e të bjerë në rrugë, duke rrezikuar seriozisht jetën e shumë qytetarëve, të cilët kalojnë këtu me automjetet e tyre. Institucionet duhet të ndryhen për këtë rast, i cili duket se është shumë i rrezikshëm dhe duhet të merret seriozisht. Por një tjetër shqetësim shumë pranë kësaj zone është edhe dëmtimi i kangjëllave rrethues në Lungomare 2. Sikundur po ndiqni pamjet në ekran, pranë tunelit në zonën e ujit të ftohtë, kangjëllat janë dëmtuar dhe mund të paraqesin edhe rrezikshmëri për jetën e qytetarëve. Pavarësisht se mund të thuhet se nuk është as pak pozitive, as nga ana vizuale për vizitorët të cilët frekuentojnë këtë zonë. Institucionet duhet të marrin masa për riparimin e këtyre dy rreziqeve, të cilat gjenden shumë pranë njëra tjetrës. Muri që po ndiqni në ekran, i cili rrezikon të bjerë në rrugë, por edhe këto kangjëlla, të cilat janë dëmtuar së fundmi.